Pastaj nuk do të harroj një rast tjetër, pavarësisht se kush ishte Enver Hoxha, pavarësisht se kush ishte diktatura. Diktaturat kanë qenë në të gjithë botën, nuk është se ishte vetëm në Shqipëri, ka pas në Gjermani, ka pas në Itali, diktaturat kanë qenë botërore. Por maj mend që në vitin 1960, në shkollën e vjetër të Burrelit, vjen shoku Enver për të vizituar shkollën. Ishte viti 60, si duket sapo ishin prishur me Rusina, nuk e di. Dhe unë e shkreta isha në fillim të rrjeshtit, doja që të shikoja udhëheqësin. Jo, isha në fund dhe dola në fillim që të shikoja. Po unë s'kisha përpara se shkolle. Po s'kisha se kush do mi bënte divizën e shkollës. Duart si kisha të rregull, si duket thoj që kisha një qik të rritura kështu, flokët si duket si kisha të kreura mirë. Dhe erdhi një mësues, më mori për dore dhe më çoi në fund të rrjeshtit. Dhe unë kam qara të dite, se doja të shikoja udhëheqësin, por nuk arrita të shikoja, se isha dhe e shkurtër e vogël, e kupto? Pra, ishin gjëra që unë më mbetën në mendje. Dashurinë e matjanëve nuk e harrova kurrë, prandaj unë i kujtoj ata edhe sot. Por kthimi im në Burrel ishte një rastësi kot. Kthimi im dhe i vllait tim, se motra kishte shkuar ke mamaja, po neve jo, ne vazhdonim ke babai. Do me thënë, ju vazhdonim me frikën që po të flisnit në gjyq, nëse në... Ishte tiposur që ne nënën nuk do ta përmendshim kurr. Ai nuk ju lëshonte të dyve. Ju keq trajtonte? Jo, nuk na keq trajtonte, po maj me njerë ka ardhur nëna në Burrel, edhe ne nuk e kishim takuar nënën, se si duket ajo shkreta s'kishte arritur me na taku, dhe ne ishim shtin krevat po flinim. Ky vjen me një shokun e vet, më zgjon nga gjumi mua. E keni takuar momën sot juve? Unë për gjumës, po jo, thash, nuk e kemi parë mamën neve. E keni parë, fol të drejtën, e keni takuar. Pra, ishim në tutelën e kërcënimit, kupto? Dhe një ditë të bukur, nuk e di do të harroj, nën kryetari i degës së brendshme të Burrelit, ka qenë një farik kraja, se fëmia nuk e harron emrat. Ai ishte shkodran, po ishte me punë në Burrel. Edhe i thot babës tim, ty gruaja nuk të vjen, i thot. A merr mbesën time që është 50 vjeçe të martohesh? Po mirë, thot, ky se ishin shkodran të dy. Po mirë, thot ai, po fëmijët thot që ke, do t'i çosh ke nëna vet, se mbesa ime nuk do t'i gjej 2 fëmijët aty. Edhe mirë, thot baba, vjen baba në darkë dhe thot, një gjo, sa i fliste ato dialektin shkodran. Një gjo këtu, thot, mere një trajse të madhe një aty, thot, edhe futi ato tesha, se ta po ju çoj nesër ke mama në Tiranë. Mi po, unë kisha atë frikën e asaj, se unë nuk e harroja. Jo, i thash unë, ne do rri me ty, babe, ne do rri me ty gjithmonë. A e cesë thotë, sepse a i vete dite që fëmija nënën do. I bëm gati robat, shkum ke autobus i linjës, thash tashi do hypim në autobus, ky do na zbresi. Edhe rria gjithë frikë aty në sedilje. Kur janë shkëputur rrotat e autobusit nga toka e Burrelit, atëherë i thash vetes time, unë po shkoj ke mama sot. Sot i mama. Kam vuajtur shumë. Kemi zbritur aty, në agjensinë e autobusave në Burrel, edhe nuk dija të shkoja ke shtëpia në Ndajës tashi, nuk e dija shtëpinë. Ishte një burr aty, po ka qenë koha kur Tirana nuk ishte mbi populluar, ishte viti 64 tani që po zbrisja unë, se unë kam shku si duke në 59, 5 vjetë kemi net. Edhe një burrun ashtu, kam qenë fëmijë shkatët gjithmonë. O shoko, i thash, a njefti dajën tim, thash, daja im, thash, është qetë huqi, kasapi moj modhi Tiranës. Po, tha, e njof. A më qoj që ke shtëpia dajës, se unë nuk e di shtëpinë e dajës. Po, tha, i qoj. A i tha, qoj, po as dorën s'ma hipte, as qesen s'ma bajti, unë me një dorë të reksa qesja ishte më i gjatë se trupi im. Nga njëherë lëvizja qesen kështu që të shikoja rrugën. Në dorën tjetër mbaja vllajin për dore. Kur arritëm pasaj ke shtëpia në Ndajës... Të çoj vërtet ai? Po, më çoj, me të vërtet. Kur hapa portën në Ndajës, unë, se në Ndajë ime ka pas gjithmonë shtëpi përballë shkollës lidhe Prizrenit. O shem tash ai pallat, ai shtëpi po bëhet një pallat. Në Ndaja sapo na pa, ua! Fëmijët e Fatimes tha. Erdhën. Në Ndajë thash na ço ke moma. Jo, tha, flini sonte këtu. Jo, thash, do na çosh ke moma, thash, nuk do rim këtu dhe ne kishim mallë, 5 vjet papa nonën me sy. Të vje për të qarë, vina po dhe unë sa herë qaj vetën ti me kujtoj atë. Prandaj unë kur unë martova me thënë drejtë se po shkëputem pak nga tema, burri im më donte shumë, po ishte pak xheloz. Dhe unë i thash vetes time, le të jetë xheloz, punë e madhe. Unë s'do kem asnjëherë probleme. Unë kur nuk do të braktis fëmijët e mi, sepse mendoja atë që kisha kaluar vetë.
Edhe në ndaja në mori për dorë, në qoj ke mama, ke shpia e mamës, dhe unë më qefa, kurse vëlla im, nejti për balë. Mama im ishte roba qepse, dhe në ndaja i tha, Fatime tha, ka ardhi katunare, tha, më ka prukte të shunin, tha, me i qepi pal patalona. A ja qepti, Fatime? Mama ime tashi po e shifte fisnikun, vllajin tim, po kur fisniku i bëri sytë kështu, ua, tha, po kjo është quni im, tha fisniku. Pritmi tha se do jetë dhe ajo tjetra, edhe më gjeti dhe mua. Pra, kam kalu një dramë të madhe. Por pastaj, kaluan 2-3 vjetë, mbas asaj atë 4 vjetë, dhe unë jeta dashurin time. Po jeta me të vërtet njeriu e duhur. Më ka dashur shumë, ka respektuar shumë burrim, megjithëse ai vdiq i ri. Ka punuar këtu në Tiranë, shofer në udhëheqje, shofer këtu. Po pse urzërin? Jo, tha se mos ndoshta se shiko Rudina, unë nuk kam frikë Rudina. Po kur flas në Facebook, kur shkruaj, më hidhet ndonjë, nga Tirana janë, po janë të ardhur. Hik më i zoj, më thot mu, ç'po flet për këtë lulishte në Tiranës? Kjo lulishte ka qenë komuniste. Ja. Po çfarë fleti? Ik me si ti që ke komuniste. Këta të bëjnë, unë nuk e di, s'kam parë kështu njerëzish. Kështu që ke siklet flasësh. Të bëjnë, jo, unë nuk kam frikë, po nganjëherë dhe ulim zërin kështu pa dashje, kupto? Po jo. Ç'do me thonë ajo? Më fal, si ta ulësh zërin ti në shtëpinë tënde, në Tiranën tënde, të ulësh zërin të bërtasin. Vjen ai tjetër dhe më tregon mua se kush. Po di si më tha njëri mua? E di si më tha njëri mua? Moj zonë, tha ti tha që flet kaq shumë mirë tha për të majtën tha këtu tha. Se ti e majt. Po, në pikpamjen e mia jam e majt, sepse unë me thënë të drejtën. Je majt italiane apo e majt shqiptare? E majt shqiptare jam. Pse? Kur erdhi demokracia, me thënë të drejtën, unë kam qenë një nga ato që bleja ririndjen demokratike që në 6 të mëngjesit, sepse nëse të mos se i kaluam të gjitha fazat. I marrim pak nga pak, mbas kësaj foto doli më duket foto e bashortit, më duket, ja ta shikojmë. Sepse ndalojmë tregojmë pak për bashortin. Ka qenë bashkëshorti im dhe vdiq shumë i ri, 44 vjeç. Jo. Pse ç'a ndodhi? U kriju një sëmundje e keqe në zorr. Dhe nuk pati derman. Ishte njëri i mrekullueshëm. Shumë simpatik. Ai e ka shkelur Italinë që në vitin 80 për çështje pune. Thatë që ishte shofer me... Shofer me ushqimet e udhëheqjes. Nuk ishte ministër, po ishte një shofer i thjesht, kupto? Ishte një njeri shumë i edukuar, shumë i... Unë nuk e di, unë e shikoja si perëndi, tim shoq. Sepse fjalët e atij më dukeshin sikur bini nga qielli, ma mbushte mendjen me çdo fjalë të atij. Ku e njohë burin? Unë e njoha burin tim aty në lagje, e kisha shumë afër. Në lagje të dy? Po, në lagje. Isha e vogël? Ishte shok i vllajt, në fakt, në fillim. Edhe kështu që unë e harrova pak burrelin kur fillova dashurinë time. Edhe pastaj më vonë, më kujtua burreli, më kujtua fëmijëria ime, njerëzit e mirë që më deshën dhe më mbajtën afër. Kam kaq kujtime nga i burrel, dhe kur shkova dje, nuk e di, kërkoja burrelin po prap dhe burrelin nuk po i gjeja më ai burreli që kishte qenë atëre. Zete vendi ku ke jetuar me babain? Jo, ishte bërë pallate. Babai jetoi në burrel gjithkohës? Jetoi, po pastaj kur u smur e mora unë, e prua në Tiranë. E morë ti. Me gjithë nënën time, edhe nëna ime erdhi, nëna ime ka qenë një zonjë grua gjithë jetën saj. Mamaja ime ishte rroba qepse, po mamaja ime ka shku deri në aksionet e rinisë për të mësuar vajzat që vinin nga fshatat për të prerë dhe për të qepur. Ka qenë zonjë për një zonjat mamaja ime. Edhe... Kështu që e fale baban? E fala baban, e morën baban, e prumë të sëmur këtu në Tiranë, edhe vdiq në Tiranë dhe varrin e ka këtu në Tiranë baba im. Nuk e kemi lënë në burrel. Por atje ke kujtimet, e një kohë që... Kam kujtimet, por gjesti që bëri baba im nuk që gjest që duhesh bërë, sepse nuk mund të rrëmbesh fëmijët e vegjël, të heqësh nga gjiri nënës, që të plotësosh dëshirën tënde që të vijë gruaja mbrapa. Aty e bëri gabimin baba im. Ju përdori si peng. Kështu që kjo gjë të tha të mësoj që të kujdesesh për jetën bashkërtore, sepse mund të lëndoje fëmijët që... Kur në njëherë nuk kam le që im shoq më ka respektuar shumë, po e kishte pak atë xhelozinë, se unë me vërtet jam plakur sot, po kam qenë shumë e mbajtur, shumë e pashme, dhe ai gjithmonë e kishte atë mënyrën e asaj. Çfarë thoshte, mos u vish, mos dil, çfarë thoshte? Jo, më vishte, dhe kur ishte në Itali më binte gjërat më të bukura mua. Vetëm se kur do vdiste, i shkreti, nga që më kishte parë me një fustan të bukur të zi kur më vdiq babai, të lutem tha, po vdiq ata, fustan të zi mos vishta se ti bëhe shumë e bukur tha kur vdiqesh me zeza. Do të thënë edhe në momentet e fundit të jetës ati i shkonte mendja, do të thënë që unë
s'duhet të vishesha me fustan të zi, sepse do dukesha më e bukur. Po ishte njeri nobel, nuk ka pas njeri, edhe atje ku punonte të gjithë e respektonin, të gjithë e donin. Të gjithë e donin. Nuk di që të them çfarë njeriu ka qenë. Po sa fëmijë patët? Patëm të dy çuna që kam, po. Jam në Itali me mua, të dy çunat. Nuk u martove, ma? Kur më, pse s'u martova? Jo se kisha ndonjë frikë, por njeri si ky nuk do vinte më në jetë për mua. Prandaj nuk u martova. Nuk do më ipte më ato ledhatime, flas ledhatime, jo në sensin që mund të kemi një kopje, po ledhatime që unë mi kishte dhënë nëna ime që më lindi, më ka trajtuar shumë mirë, një trajtim të jashtëzakonshëm. Fati keq të më thënë e mori. Fati keq e mori, njerëzit e mirë nuk rokan si duket. Tregove një rast aty, tregove tek letra që dërgoje, sepse kjo është tesa që bëm ne. Tregojmë historitë tona, po jo vetëm të punës, po të jetës, ato të cilat s'kemi dëshirë t'i ndajmë gjatë gjithë jetës, si në moment edhe themi, po pse t'i marrim me vete, ku do t'i çojmë? Ajo ishte e gjitha që unë erdha në studion tuaj të tregoja këtë histori dhe pastaj tash le të vdes tash. Se vdekja është për të gjithë. Ku jemi këtu? Këtu jam me çunin e madh në Torino. Festonim si duket ditëlindjen time në Torino. Djali im i madh është në Torino, është është kamarier në një nga restorantet e VIP-ave në Torino, në qendër të Torinos. Ai këtu shkrojti në gazetën Intervista, kishte dhënë ti për gazetari, por nuk përfundoi atje ku kishte dëshirë. Ja shkojni dhe. Po djali tjetër? Djali tjetër është Emiliani, po ai nuk parabën shumë fota, ai ndjek shumë emisionet e Hilës, i ka shumë qef, ai vdes. Po ta shikosh, këtu jam në qendër të Torinos, nipi ai në mes. Këtu jam unë, këtu është gjyqja tjetër e nipit. E nipit. Po. Sa mirë, të dyja krenare për nipin. Po, krenare në Torino. Jetoni në Itali, domethënë. Po, në Torino jetoj, jam me qytetari italiane. Italiane. Po, kam fituar. Që Tiranën e haruat? Jo, nuk e haroj. Vi 2 herë në vitu në Tiranë. Nuk e haroj Tiranën. Keni shtëpi këtu apo e kam shtëpinë time, qesin e alekom shies, kam shtëpinë time, kam rehatin time, po. Dhe kam dhe njerëzit e burrit, motrat e burrit, ato që janë se njëra ka vdekur, më respektojnë shumë. Nuk më respektojnë njerëzit e mi si më respektojnë njerëzit e burrit. Sa mirë. Vjera ime pas ka qenë zonjë grujse, ka pas fëmijë të mrekullueshëm, si burrin tim edhe të tjerët, me thënë të drejtën, po. Kështu që i mbani marrëdhëniet. I kam mbajmë shumë marrëdhëniet, motrat e burrit tim nuk më lënë të binë tokë kur vi këtu në Tiranë, më duhet shumë. I përshëndesim pra. Faleminderit zonja Rudina, kënaqësia është e imja që më pritët, ju falenderoj nga zemra.